Informacioni i përgjithshëm janë se çfarë ka ndodhur. Tham edhe pak më herët një aksident tragjik i rënd me 4 viktima, janë 4 të rinj, ku policia thotë që në datën 19/3/2025 rreth orës 23:50 në fushë Prez nga shërbimi i qarkullimit rrugor është konstatuar një automjet i cili kishte marrë flak dhe përpara tij qëndronte një automjet betoniere. Nga hetimet e kryera me qëllim zbardhjen e ngjarjes rezultoi se automjeti drejtohej nga shtetasi 25 vjeçar L dhe dyshohet se është përplasur me automjetin betonier drejtuar nga shtetasi AK 24 vjeç, i cili pas aksidentit është larguar nga vendi i ngjarjes. Si pasojë përplasjes dhe përfshirjes së automjetit nga flakët, ka ndruar jetë drejtuesi i automjetit L 25 vjeç dhe 3 pasagjerët në mjetin e tij, L 20 vjeç, EK 24 vjeç dhe AL 22 vjeç. Sa kaq thot policia në njoftim për mediat, në vijim të veprimeve u shoqërua për veprim të mëtejshëm drejtuesi i automjetit betoniere shtetasi AK 24 vjeç, ndërsa në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet me qëllim dokumentimin e plot të ngjarjes. Kjo është edhe foto nga pamje nga aksidenti. Pas aksidentit, në fakt, duke që ka qenë përplasje e rëndë, kjo edhe ka çuar më pas në atë bilanc tragjik, 4 viktima, 4 të rinj ka ndruar jetë, dhe këtë ngjarje vërtet shumë të rëndë.